cilat janë pritshmëritë? Pritshmëritë, absolutisht. Cilat janë pritshmëritë? Unë përshon një trend të rritjes së përkrahjes qytetare për koalicionin tonë. Kemi pas shkurtin e vitit 2021, kur ne kemi përfundu me dikun 22 pik diçka nivelin e përqindjes ose 28 deputet. Mandej seriozisht që opozita e bllokoi procesin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, ose në këtë rast përpjekjes që ne të zgjedhim kryetarin të kuvendit Albulena Haxhiun, përkundër faktit që ishte fakt notor dhe interpretim përmes vendimit të gjykatës kushtetuese që i takon ekskluzivisht qoftë propozimi, qoftë emri partisë ose koalicionit që i ka fituar zgjedhjet, edhe në një rrethon të tillë ne u shkum zgjedhje në pamundësi për të zgjedhur qeverinë, përkundër dy përpjekjeve, edhe kishim një kryetar kuvendi që erdhi megjithatë si një zgjedhje kompromisi. Në një situatë të tillë, qytetaria e Kosovës e ndëshkoi opozitën, për shkak se në prizmin tim e vlerësoj që blokada ka qenë jo parimore, për shkak se sikur ata të zgjedhin në prill Albulena Haxhiun për kryetarin e kuvendit, edhe të na pamundsonin neve që të bënim qeverinë, unë mendoj që ne nuk do ta shënojshim rezultatin e dhjetorit të datës 28 dhjetor. Paka shumë me atë sa unë po vrej edhe mbi bazën e opinionit, takimeve, edhe disa paka shumë sondazheve të ndryshme që paralizohen, trendi rritjes me gjaz do të vazhdon edhe me 7 qershor, për shkak se tash ka një vlerësim qytetar që opozita prap e ka pasur rolin bllokues përderisa nuk ka dhënë emër për president, edhe përkundër faktit që në fund të përfundimit të afatit kushtetues që ka qenë i përcaktuar nga gjykata kushtetuese, partitë opozitare dhe përkundër ofertës gjeneroze që partitë opozitare të vinë me 3 emra, ku njëri prej tyre potencialisht do të zgjedhej presidenti i vendit, ata refuzuan që të bëjnë propozime, pra barrën e përgjegjësisë kam përshtypjen që me të drejtë qytetarët po ja atribuojnë partive opozitare dhe ka gjasa ose indikacionet janë që ky trend i ndëshkimit prap do të jetë për opozitën, për shkak se kanë pas mundësinë që të kenë një qasje më proaktive, të kenë një president nga radhat e tyre, ose ndonjë president konsensual që do të vinte nga si propozimi tyre, e rrjedhimisht përderisa ki një parti politike ose një koalicion dhe një lider që ka marrë përkrahjen e mbi 51% të qytetarëve, thjesht qytetarë nuk me atë son për vrej, nuk pi atribuojnë barrën e përgjegjësisë Albin Kurtit edhe vetëvendosjes për shkak se qasja e opozitës ka qenë bllokuese. Kështu që trendet janë duke shkuar në atë drejtim. Nëse opozita ju prisni të